Kjo përsa i përket tre bashkive të për para. cilat do të kemi mundësi edhe të flasim, sepse siç e the ka pasur edhe tek Alima Fati. Bashkitë e tjera, duke lënë veç Bashkinë e Tiranës, sepse do të kemi mundësi që të flasim edhe për procedurat që do të ndiqen. Okej, e lëm Tiranën, se do ta diskutojmë pak më gjatë. Kemi Vlorën dhe Cerrikun. Edhe Cerrikun, po. Cerriku erdhi si pasojë sepse kryetari i saj i bashkisë u vendos ministër, pra u bë pjesë e kabinetit qeveritar, konkretisht ministër i bujqësisë, dhe për këtë arsye u krijua vakanca. Pra, le të themi që është një largimi i shpejt. Ky nuk janë përmbushur as afatet ditore për të zhvilluar zgjedhje të parakoshme dhe të pjesshme. Dhe më pas kemi dhe Vlorën, një bashki e madhe, një bashki e rëndësishme, në të cilën kryebashkiaku Ermal Dredha dha dorëheqjen në një ditë në mënyrë të papritur dhe jo shumë të argumentuar për largimin e tij, duke krijuar kështu edhe një vakancë në bashkinë e Vlorës. Pra në total le të themi kemi 5 bashki që lidhen drejt për drejt me largimin për arsye sepse kanë shkuar në një detyrë tjetër ose me dorëheqje, ndërsa rasti i Tiranës është një rast tjetër, se nuk kemi të bëjmë as me dorëheqje, as me largim se për shkak janë ngritur në detyrë, por kemi të bëjmë me një rast shkarkimi. E kuptoj. Dalemi tek Tirana. Ditën e sotme Këshilli i Ministrave ka bërë shkarkimin e kryetarit Erion Veliaj. Çfarë ndodh më pas? Kemi 15 ditë kohë nëse duam që ta ankimojmë diçka të tillë, nëse ndodh kështu si vijohet më tej në presidencë apo në gjykatën kushtetuese. Të dyja variantet, nëse ankimohet ose jo nga zoti Veliaj. Së pari Ilir, do duhet të shohim argumentin që Këshilli i Ministrave ka dhënë për shkarkimin e Erion Veliajt. Në basi argumentit ligjor që Këshilli i Ministrave ka dhënë për Erion Veliajt, atëherë do të kuptojmë se cilat janë rrugët që do të ndiqen në mëtej pala mbrojtëse, në këtë rast Erion Veliajt. Megjithatë, rasti më i mundshëm është nëse avokatët Erion Veliajt dhe vetë Erion Veliajt ka vendosur që ta ankimojë këtë proces, rruga është drejt gjykatës kushtetuese. Kanë 15 ditë kohë që pala mbrojtëse të bëjë të gjithë ankimimin në kushtetuese. Në këto moment, gjykata kushtetuese i kërkon Këshillit të Ministrave ta pezullojë procesin e shkarkimit të Erion Veliajt dhe të fillojë shqyrtimin e çështjes. Dy janë mënyrat e shqyrtimit, së pari mund të bëhet vetëm në dhomë këshillimi dhe dhomë këshillimi do të thotë që çështja shqyrtohet vetëm në bazë dokumentesh pa praninë e palëve të interesuara. Nëse gjyqtarët e gjykatës kushtetuese vendosin që ka nevojë për një seancë plenare, atëherë kalojmë në një seancë plenare kur të pranishëm janë dhe palët e interesuara. Historia e gjykatës kushtetuese na tregon që një proces i tillë shkon të paktën deri në 3 muaj. Pra nëse procesi, le të themi në rastin më të mirë, do të fillojë në mesin e tetorit, në tetor, nëntor, dhjetor, ndoshta do presim vitin e ardhshëm nëse do të ketë apo nuk do të ketë zgjedhje të pjetshme për Tiranën, sepse ne nuk e parashikojmë dot vendimin e gjykatës kushtetuese, ndoshta gjykata kushtetuese mund ta gjejë të gabuar shkarkimin e Erion Veliajt dhe kjo do thotë që Erion Veliajt do të vazhdojë ta mbajë detyrën e tij deri në zgjedhjet vendore të 2029-s. Nëse e gjen të drejtë, atëherë shkojmë në zgjedhje të parakoshme dhe të pjesshme për Bashkinë e Tiranës. Në rastin e dytë Ilir, nëse nuk kemi ankimim nga pala mbrojtëse, Këshilli i Ministrave do të duhet të presi 15 ditë, mbyllet 15 ditë që i ankimimit dhe pas kësaj ka të drejtë i drejtohet presidencës dhe të shpall datën e zgjedhjeve të pjesshme të parakoshme. Presidenti jo më vonë se 35 ditë do duhet të shpalli një datë të re, ku do të jetë Tirana, Vlora, Berati, Mati, Tepelena dhe Cerriku që do të shkojnë në zgjedhje. Pra le të parashikojmë 15 ditë nga sot që neve jemi në datën jemi rreth fundit të muajit të shtatorit, 15 ditë i bie diku nga mesi i tetorit, do duhet të presim datën e zgjedhjeve të pjesshme vendore, gjithnjë, nëse pala mbrojtës e Erion Veliajt nuk bëjnë ankimim në gjykatë kushtetuese. E kuptova. Mirë, me ndihmën e regjisë unë doja që të nxirnim hartën e rezultatit të zgjedhjeve të fundit lokale për të kuptuar se si shkojnë subjektet politike në këto zgjedhje lokale, pra rezultati i tyre, për të bërë edhe një rezume. Rezultati i zgjedhjeve lokale 2023-shit, PS, opozita, Partia Demokratike dhe Mega 1 në Sarandë. Edhe një herë, përsa i përket 6 bashkive në Keleda, janë të gjitha bashki të fituara nga socialistët, apo jo? Janë të gjitha bashki të fituara nga socialistët. Bashkia e Vlorës prej vitesh, më shumë se 10 vitesh, ndoshta dhe më shumë drejtohet nga Partia Socialiste, Tepelena po ashtu, Berati po ashtu, Tirana pothuajse prej 9 vitesh, sepse Erion Veliaj ishte në hyrje të mandatit, vitit të 9 të mandatit të tij të tretë si kryetar i bashkisë. Ndryshimin e vetën me e bën vetëm Mati, sepse Mati vetëm në 4 vitet e fundit
fundit, jo plotësisht 4 vitet e fundit, është drejtuar nga një kryetar bashkies i Partisë Socialiste, nga Agron Malaj, para arsit i, në fakt ka qenë përfaqësues i Partisë Demokratike. Pra vetëm mati mund të themi që nuk ka një histori të gjatë të drejtimit të bashkisë nga socialistët, ndërsa të gjithë bashkitë e tjera të cilat do të shkojnë në zgjedhje të pjesshme vendore, ka një histori të gjatë të drejtimit nga Partia Socialiste dhe një histori madje shumë të konsoliduar. Nuk bëhet fjalë për një apo për 2 mandat, bëhet fjalë edhe për më shumë se 2 mandate. Edhe njërë, nëse do të ndaleshim tek 3 bashkit të cilat kanë kaluar edhe afatet, ju si do ta interpretonit, nëse keni një koment, le themi heshtje në thojza të opozitës për të bërë presion dhe majorancës për të zhvilluar më herët zgjedhja atje? Shiko, së pari gjithmonë ka patur një le themi një kontradikt ose një lloj situate që është krijuar nëse Këshilli i Ministrave e informon presidencën. Neve në fakt i lirë nuk kemi një parashikim të qartë ligjor që thotë që Këshilli i Ministrave është detyrimisht duhet ta njoftoj presidencën. Shpeshherë është luajtur me faktin e të diturit botërisht, por gjithmonë presidenca ka pritur një kërkesë nga kryeministria, pra nga Këshilli i Ministrave për krijimin e vakancave.